Në seancën plenare të Kuvendit, opozita nuk e ka mbështetur propozimin e lëvizjes vetëvendosje për ndryshimin e rendit të ditës, me të cilin synohej futja e 8 projekt ligjeve përfshira të për çmimet tavan. PDK, LDK dhe AAK thanë se këto projekt ligje nuk janë urgjente dhe kundërshtuan shqyrtimin e tyre me procedurë të përshpejtuar. Më pas konsultimeve mes kryetarës së Kuvendit dhe shefave të grupeve parlamentare, u arrit pajtueshmëri që rezoluta e propozuar nga PDK-ja për mbrojtjen e viktimave të luftës të votohet si pikë e parë e rendit të ditës pas pyetjeve parlamentare. Ndërkohë, rezoluta e propozuar nga LDK-ja për çmimet u zhvendos nga pika 9 në pikën e 6. Rendi i ditës u miratua me 91 vota për, ndërsa 86 deputet votuan që rezoluta e PDK-s të trajtohet më herët. Gjatë kësaj kohe, lista serbe ka lëshuar sallën, ndërsa seanca është duke vazhduar. Komisioni për punë të jashtme ka miratuar draft planin e punës për sesionin pranveror me 9 vota për, pa asnjë kundër dhe pa asnjë abstenim. Në mbledhjen e komisionit u tha se plani përfshin raportimin e ministrit të punëve të jashtme dhe diasporës gjatë muajit prill, si dhe takime me përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe ambasadave në Kosovë. Kryetarja e komisionit, Arbresh Kryeziu Hyseni, bëri të ditur se janë dërguar kërkesa për takim me shefën e BE-s në Kosovë, të ngarkuarën me punë të misionit të SBA-s dhe ambasadorin e Austrisë, ndërsa për disa prej tyre tashmë ka konfirmime për data. Në draft plan janë përfshirë edhe organizimi një tryeze për politikën e jashtme, diskutime për një konferencë ndërkombëtare, si dhe mbikëqyrja e zbatimit të ligjit për shërbimin e jashtëm dhe atij për diasporën. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Arbëriena Gafci, ka thënë se takimet për çështjen e zgjedhjes së presidentit do të vazhdojnë edhe gjatë fundjavës dhe në ditët në vijim. Këtë deklaratë ajo e bëri para fillimit të seancës plenare. Kryeministri sot ka një prezantim, është në Londër siç jeni njëri, ndërkohë që besoj që edhe gjatë fundjavës, por shumë shpejt do të vazhdojmë tek. Besoj që gjatë javës së ardhshme, me sa i di komisioni do ta shqyrtoj në fillim të javës së ardhshme, dhe sapo të shqyrtohet në komisionin funksional, do të na vinë në Kuvend dhe do të trajtojmë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se vendi tashmë është në prag të zgjedhjeve, duke folur për çështjen e presidentit. Ai tha se nëse kryeministri Albin Kurti do ta dëshironte zgjedhjen e presidentit, do ta dinte si të vepronte për të arritur një marrëveshje politike. Jo ndashta, po jemi në zgjedhje. Pra, sikur të kishte dashur me zgjedhjen, ai e din si shkojnë të punë, të procese. Ne kemi përvoja politike, disa herë kemi arrit me zgjedhje president, e pra ai nuk e ka hap paketën fare të qeverisë, dhe në qeverinë po e ndali për veti, dhe puna presidentit urnoni një më merren vesh. A në princip kjo është ndryshe, me atë që e fton për partneritet për president, pra po është partner në qeveri. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami, ka deklaruar se çështja e presidentit të vendit është e mbyllur. Sipas tij, këtë e ka përcaktuar vetë kryeministri Albin Kurti për shkak të, siç tha, rolit që Albulen Haxhiu mund ta mbajë përtej afatit të përkohshëm. Mendimi jam personal është që kjo çështje është e mbyllur, me që këtë temë ka mbyll zoti Kurti, presidentin e ka zgjedh, ajo është Albulena Haxhiu. Ato do të mundohet ta mbaj jo vetëm 2 muaj, 3 muaj, po përtej 6 muajshit, i cili është i specifikuar edhe në gjykatë kushtetuese, kështu që unë shoh kështu rrjedhën ai njerin më lojal të vetën e ka në zyrën e presidentit dhe nuk i duhet asnjë president tjetër. Me që kjo çështje është e mbyllur, me që Kosova ka më shku në zgjedhje sipas interpretimit tim personal, ai mund të bëj lojra të tilla, por që nuk kanë me pas efektin që shpresin qytetarët. Pra, ky njeri është për prodhimin e krizave dhe qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës dje në Këshillin e Sigurimit e forcon edhe më shumë bindjen time që Albin Kurti sa më shpejt dëshiron zgjedhje, që të rikthehet edhe një herë ushtruesit të detyrës së kryeministit dhe ka edhe ushtruesin e detyrës së presidentit, edhe i tërë shteti Kosovës do shndronin në shtet UD. Aty ai e gjen veten në këto kriza, pra do të krijoj kriza, do të mundohet të mirëmbajë këto kriza.
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për të premten. Sipas njoftimit, 1 litër naftë do të tregtohet deri në €1,89 apo 2 cent më lirë se një ditë më parë, benzina deri në €1,46, ndërsa gazi deri në 77 cent për litër. Një shtetas si huaj ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti me motor në Prizren. Rasti është raportuar të njëjtën pasi viktima kishte pësuar lëndime vdekje prurese nga rrokollisja e motorit. Sipas policisë, në vend ngjarje ka ndalë njësitë të përkatëse për të kryer veprimet e nevojshme hetimore. Ndërkohë, vdekja e viktimës është konstatuar nga mjeku kujdestar i cili ka dalë në vendin e ngjarjes. Me vendim të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa rasti është iniciuar si hetim i vdekjes. Një person është ndaluar në Prishtinë pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht një qytetar. Rasti është raportuar mbrëmjen e së njëjtës rreth orës 22, ndërsa i dyshuari është identifikuar si shtetasi i Maqedonisë së Veriut. Sipas policisë, viktima ka pësuar lëndime trupore dhe ka marrë trajtim mjekësor pas incidentit. Ndërkohë, i dyshuari është shoqëruar në stacion policor ku është intervistuar lidhur me rastin. Pas përfundimit të procedurave dhe me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje. 2 persona janë arrestuar në Fushë Kosovë në ndyshimin se kanë kryer një grabitje ndaj 2 qytetarëve. Rasti është raportuar pas ditën e së njëjtës rreth orës 17:40, kur viktimave dyshohet se u është marrë një shumë parash. Sipas policisë, 2 të dyshuarit i kanë kërcënuar viktimat me thikë dhe më pas u kanë grabitur parat. Pas ndërhyrjes së autoriteteve, të dyshuarit janë arrestuar dhe janë shoqëruar në stacion për procedura të mëtejshme. Pas intervistimit dhe me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Një rast sulmi është raportuar në Graçanic pasi një person ka njoftuar se është sulmuar fizikisht nga një person tjetër. Ngjarja ka ndodhur të njëjtën rreth orës 16:30 sipas raportimit të bërë në polici. Pas pranimit të informacionit, autoritetet kanë ndërmarrë veprimet fillestare lidhur me rastin dhe kanë ndaluar të dyshuarin. Pas veprimeve fillestare, i dyshuari është dërguar në spitalin psikiatrik për trajtim mjekësor.